Në ambientet e Galerisë së Arteve Digjitale në Korçë u prezantua për publikun ekspozita multimediale Shikim dhe Tingull, një kombinim i veçantë mes imazhit, muzikës dhe përjetimit emocional. Kuratoria Donika Çina tha se ideja e ekspozitës lindi për të krijuar dialog mes tingullit dhe imazhit, pasi synon të nxjisë pjesëmarrje në aktivitete kulturore të personave që nuk shohin. Performancë multimediale e cila bashkon videon imersive të krijuar nga artistë pamor me performancën dhe soundin live të interpretuar nga një artist i operas i cili nuk shikon. I dedikohet pikërisht aksesibilitetit edhe gjithëpërfshirjes të njerëzve që nuk shikojnë në sferën e artit edhe kulturës. Një nga momentet më të veçanta të mbrëmjes ishte performanca e tenorit Diego Zelka, i cili u shpreh se ishte kënaqësi të rikthehej në Korçë me një projekt që përcjell mesazhe për barazi, ndjeshmëri dhe përfshirje përmes artit. Specifikisht kjo ekspozitë është hera e parë që bëhet si ide dhe që zhvillohet deri në këtë mënyrë, ka qenë një punë goxha e gjatë për ta bërë deri këtu. Si çdo re ka nevojë për kohën e vet që njerëzit ta kuptojnë dhe ta pranojnë dhe t'i afrohen. Por mendoj që publiku korçar do ta presë shumë mirë. Kultura këtu është shumë e rëndësishme, kam përshtypjen që edhe kjo do të jetë po aq e rëndësishme dhe do të jetë një gjë shumë e bukur. Ekspozita u çel në kuadër të javës europiane të kulturës.